Sali Mustafa është juridikisht i dënuar nga gjykata speciale, por ai u dënua edhe moralisht e njerëzisht nga ky institucion. Si i dënuar me aktgjykim të formës së prerë dhe kur përpasoj nuk ekziston asnjë rrezik për ndikim në dëshmitar apo në proces gjyqësor, Mustafës ju refuzua kërkesa për ta vizituar baban e tij të sëmurën. Babai i tij sot vdiq, falem të mirën e të birit në burg. Me këtë akt, gjykata speciale e mbyti për të disotën herë drejtësinë, pasi nuk ka asnjë justifikim të qëndrueshëm ligjor e lërë me human, që në një rast të tillë t'i mohohet një vizitë familjare humane një të burgosuri. Refuzimi i një vizite të prindi në gjendje të rënd shëndetësore nuk është thjesht një vendim administrativ, por është një cenim i dinjitetit njerëzor dhe i lidhjes me familjen. Ky veprim bie ndesh me standardet e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe praktikat e tjera juridike ndërkombëtare, të cilat garantojnë trajtim human dhe respekt për jetën familjare edhe për personat e privuar nga liria, por këto standarde nuk vlen në gjykatën speciale. Duke trajtuar kështu Sali Mustafën, ai e dënoi atë për herë të dytë, kësaj here moralisht dhe emocionalisht. E dënoi edhe familjen e tij. Ky mohim i vizitës nuk përbën veç dënim moral, por edhe një formë torture, së cilës i mungon vetëm edhe arsutimi ligjor.